Nëse mendon se e kesh me nervat, prit sa të dëgjosh këtë histori. Viti është 1924 dhe Ahmet Zogu, atëherë ministër i brendshëm dhe figurë kryesore politike, ecën i qetë në rrugën e Elbasanit në Tiranë, së bashku me shoqëruesit e tij. Pa pritur nga turma del një burr me pistolet në dorë. Quhej Beqir Valteri, i njohur si kundërshtar politik. Ai ngre armën, synon drejt Zogut dhe shkrepi. Plumbi e godet Zogun në krah. Por këtu ndodhe pabesueshmja. Zogu nuk ikën, nuk fshihet, nuk tregohet i trembur. Ai nxjerr menjëherë pistoletën e tij personale, kthehet përballë atentatorit dhe qëllon mbrapsht në mes të rrugës para 10 dëshmitarëve. Shokët e tij e tërheqin mënjan, por Zogu është i qetë, i ngritur në këmbë dhe madje një dëshmitar i kohës tregon se ai vazhdoi të ecte sikur s'kishte ndodhur asgjë. Ky është rasti i vetëm i dokumentuar në histori moderne, ku një politikan i lartë që më vonë do të bëhej mbret i Shqipërisë i kthen zjarrin personalisht atentatorit të tij në moment. Atentati nuk e ndali. Përkundrazi vetëm pak vite më vonë, Zogu u shpau mbret dhe fama e tij si njeri me nerv qeliku u përhap në Europë. Gazetat e huaja e përshkruan si udhëheqësi ballkanik që nuk trembet nga plumbi. Shqipëria ka shumë histori, por kjo është ndër ato që rrallë besohen po të mos ishte dokumentuar.